Kur I flas thot burrit për fem, thot ball, ti hoxha vica, dhe më thonë ti hoxhenic e madhe, çdo herë më ngushton me këto fjalë. Mos I fal atëherë. Ti dush me ditë mentalitetin e burrit tënë. Ato fjalët e tua, a janë t'u bën dobi atij apo thjesht janë llafe goje? E shet që ai të njëjtin sistem, të njëjtin mentalitet, të njëjtat fjalë, mos folë me ta. Nuk po tham kur mos më I fol. Ama jo thjesht ti me ngushtu, kur e din që ai të njëjtën fjalë po ta thot. Përdor ndonjë strategji her pas here, një herë në muj, ndreje sistemin. I ke folë, o burr, mbledh men, se ki me dek. Hajt ti, në rregull, të laun. Një muj mos I fal, 2, 3, për fe kam fjalën mos I fal. Apet thuj, a dën më nis më fal, ç'a do më bë? Ani, apet. Ama jo ti për ditë ai të njëjtat fjalë. Me ta babajat. Se ka herë, kur e shet që këshilla veç po sjell në çmim, ose në çma vetën. Allah përmirësoft.